Ledri Vula kapet mat me një vajzë misterioze, aludohet për këngëtaren e njohur. Reperi i njohur Ledri Vula është fotografuar së fundmi në shoqërinë e një vajze misterioze, çka ka ndezur spekulime të reja në rrjet. Pamjet tregojnë Ledrin në momente të afërta me një vajzë që ka mbuluar fytyrën, por që ka nxitur aludime për shkak të ngjashmërive fizike. Detaje si tatuazhet në dorë dhe në zonën e belit kanë bërë disa ndjekës të dyshojnë se vajza mund të jetë këngëtarja Gjensila Myrtezaj. Edhe pse për momentin nuk ka asnjë konfirmim zyrtar, imazhet kanë gjallëruar thashethemet për një lidhje të mundshme mes dy artistëve. Ledri ka mohuar më herët publikisht lajmet që e lidhin me Gjensilën, duke i quajtur ato spekulative. Nga ana tjetër, as këngëtarja nuk ka reaguar mbi aludimet që po qarkullojnë në rrjet. Në mungesë të një reagimi të drejtpërdrejtë nga protagonistët, mbetet e paqartë nëse bëhet fjalë për një rastësi apo për diçka më shumë. Për momentin, fansat dhe ndjekësit e showbizit po presin me kuriozitet zhvillimet e mëtejshme.